Mirë, në këto momente do të ndalemi në një lajm tjetër, ku siç është bërë me dije, një banesë është përfshirë nga flakët në fshatin Domen të Shkodrës dhe është shkrumbruar plotësisht. Sipas informacioneve paraprake, në momentin e zjarrit, brenda kësaj banese që po shohim në pamjet në televizion, ndodheshin një nën me 2 fëmijët e saj. Do të kemi në një lidhje të drejt për drejt telefonike dhe gazetarin tonë në Shkodër, Teodor Gjergën, për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje të rëndë. Teodor, të përshëndes, më dëgjon. Mund të na thuar se cilat janë informacionet më të fundit që ke nga kjo ngjarje rëndë e ndodhur në këtë banesë? Një ngjarje shumë e rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në qytetin e Shkodrës, konkretisht në zonën e postribës në fshatin Domen, ku një banesë e braktisur dyshohet të jetë shkëmbuar nga flakët dhe si pasojë dyshohet që brenda saj të ndjegur edhe nëna me 2 fëmijët e saj. Paktën deri në këtë momente, burime nga policia e Shkodrës dhe nga forcat zjarrfikse bëhet me dije që janë gjetur 2 trupa të pajetë, trupi i një fëmije dhe një tjetër trup i cili ende nuk është i konfirmuar, por është i djegur, ndërsa forcat zjarrfikse dhe policia po vijojnë kërkimet për gjetjen edhe një trupi tjetër i cili dyshohet që të ketë qenë brenda në banesë. Është një ngjarje shumë e rëndë, në fakt, e cila ka tërënditur qytetin e Shkodrës, ka vetëm pak minuta që ka ndodhur dhe janë ende të paqarta motivet që kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur. Policia ka nisur hetimin, ndërsa vijojnë kontrollet, siç e thash, për gjetjen edhe një tjetër trupi të dyshuar që është djegur brenda në banesë. Paktën sipas burimeve paraprake, bëhet me dije se e reja ka rritur ditën e sotme. Teodor, mund ta përsërisësh edhe një herë, duke qenë se kemi një problem me zërin? Paktën sipas burimeve paraprake dyshohet që reja ka mbërritur ditën e sotme në banesën e braktisur pra në fshatin Domen në postrib, e cila është rreth 30-40 minuta larg nga asfalti, por është një zonë flamunore e